përgatitjes fizike. Dhe prandaj mendimin tim Gjermania duhet admiruar në këtë fazë sa më shumë dhe duhet ta shfrytëzoj sa më shumë këtë pjesë. Bukur. Kjo që tha Nikoli, profesor, është kontestuar shumë, në fakt, rregulloria, mënyra se si procedor për të parë, ai pushimi pastaj për hidratimet gjitha me radhë. Qëndrojnë justifikimet, po themi, në thojza për të treguar dhe performancën ose ngadalësimin e atij ritmi që ka skuadra në atë moment? Jam plotësisht dakord me fizioterapistin, duke parë ndeshjet e kaluara para 4 vjetëve, duke parë ose duke krahasuar sigurisht kampionatet botërore, kampionatin evropian, kupat edhe kampionatet nacionale, Bundesliga, Liga e tjera, gjithë to kampionatet evropiane që kemi ne këtu. Të gjitha këto vënë futbollistin në një intensitet maksimal. Dhe këtë drejt, se ka pasur dhe debate midis presidentit të FIFA-s dhe presidentit të UEFA-s. Në qoftë se bëshin 6 ndeshje, ose 5 ndeshje, ose shtohen dhe 2 ose 3 ndeshje deri në fund të kampionatit. Domethënë kanë një intensitet maksimal dhe koha e rekuperimit është jashtëzakonisht e vështirë për sa i përket. Kurse për sa i përket atyre rregullave tjera, rregulli që është i ndërmjetëm me atë pushimi që bëhet në 23-24, duke parë temperaturat, që janë temperatura shumë të larta, sidomos në Meksike, në Amerikë, që ne i shikojmë, duke parë këtë i bën jashtëzakonisht mirë futbollistëve. Në rrëmëritjen e temperaturës, ato nuk kanë intensitet maksimal. Dhe duke humbur, për shembull, po ju jap një shembull për sa i përket Mazzolës. Në vitin, Mazzola ka qenë një nga lojtarët më të mirë. Erdhi Valcarreggi këtu në Shqipëri dhe dha një leksion, nëse mbani mend, dha një leksion për sa i përket këtyre atë problemin e nxehtësisë, problemin e rritjes së temperaturës. Dhe tha, Mazzola do luajë vetëm 45 minuta, ishte lojtari më i mirë mesfushor në Meksikë. Për vetë faktin se temperaturat janë 42-45 gradë. Dhe 45 minuta dy javësh maksimumin, ishte lojtari i kombëtares dhe u larguar. Vetëm nga për sa i përket këtyre, domethënë, nxehtësisë ose për sa i përket këtyre, domethënë, intensitetit të futbollistëve dhe u zëvendësuar 45 minuta zëvendësuar. Për sa i përket këtyre rregullave të tjera, për sa i përket rregullit të minutazhit, rrugën anësore dhe për sa i përket goditjes nga këndi dhe portierit, është bërë shumë mirë, por kjo ndikon negativisht në intensitetin e futbollistëve. Kështu që ajo loja që themin e loja e 90 minutë, që në fakt nuk është 90 minuta, shkon dhe 100 minuta, ka tani intensitet më të lartë. Qofse ka qenë më përpara 56 minuta lojë efektive, ka shkuar mbi 60-65 lojë efektive dhe mendohet me këtë lloj me rregullore, se me këtë lloj rregullimit të këtyre për sa i përket rregullimit të FIFA-s dhe të UEFA-s, që kjo loja loja në fush jetë më e lartë se sa vitet e tjera. Po shkojnë në një intensitet maksimal dhe kjo dëmton, kanë bërë dhe ato, domethënë, kanë bërë sindikata e futbollistëve, ka bërë dhe një letër FIFA-s dhe UEFA-s, që po dëmtojnë futbollistët dhe nuk e përballojnë dot gjithë këtë aktivitet një vjeçar. Nuk kanë kohë për rikuperim. Shikojmë edhe futbollin anglez, një herë në 3 ditë luhet, ka kupat e ligës, ka kampionatin, ka ndeshje me kombëtaren, kështu që i bie një herë në 3-4 ditë dhe rikuperimi është jashtëzakonisht i vështirë për këta futbollistë.